që sjellin që ndjesin tensione në studio, konflikti midis konkurrentëve, pjesa qendrore e përkisë debateve midis konkurrentëve që shpesh lidhen me tema nderi, besnikëri dhe integritet. Një vajzë akuzon një tjetër që ka bërë komente fyese në parapasken, ndërsa tjetra largohet dhe kthen akuza për mungesë respekti. Në këtë natë, dy vajzë u përplasën fizikisht. Njëra e simbolike në lëvizjet e ashpra që e solli emisionin në një pikë ku moderatorët duhej të ndërhynin për të qetësuar gjendjen, zhurmat e publikut dhe debatet e forta në studio u shoqëruan me heshtje dhe tension të papëlqyeshëm. Pak më vonë, një pjesëmarrës mashkull kritik në sedrën që kishte krijuar, ndërhyri dhe i bëri faj konkurrentin që kishte kurdisur situata për t'u dukur viktim dhe kjo me pak fjalë nxiti një konflikt dytësor që zbrapsi sërish situatën. Zbulimet dhe surprizat. Në segmentin e përballjes, një konkurrent solli një letër SMS, një mesazh që kishte marrë nga jashtë programit. Ky mesazh përmbante detaje që tronitën çiftin çiftësinë që